për Europën juglindore e Deutsche Welles Spasovska, të intervistuara nga gazetari ynë Endri Xhafu. 15 vjet më parë, në vitin 1992, Radio Deutsche Welle hapte një seksion në gjuhën shqipe dhe fillonte transmetimet në Shqipëri në frekuencën 106 MHz të bandës FM. Gjermania e Bashkuar që prej 2 vjetësh po shfaqej më ambicioze në lëmin e politikës dhe të ekspansionit ekonomik kundrejt Europës lindore dhe rajonit të Ballkanit. Prenga edhe pluraliteti lingvistik i Deutsche Welles, si përques jo vetëm i politikave të shtetit gjerman, por edhe i gjuhës gjermane dhe ndikimit kulturor. 15 vjet më vonë, seksioni shqip i Deutsche Welles nderohet nga presidenti i Republikës Alfred Mojsiu me medaljen e meritës për kontributin e veçantë në konsolidimin e imazhit pozitiv të Shqipërisë, njohjen e historisë së lashtë dhe të vlerave kulturore të popullit shqiptar, kuptimin e aspiratave të larta të tij për liri, demokraci, integrim dhe forcimin e miqësisë midis Shqipërisë dhe Gjermanisë. Miqësi që kanë dëshirë ta theksojnë drejtori i përgjithshëm i Deutsche Welles Erik Bettermann dhe drejtoresha për Europën juglindore Verica Spasovska. 15 vjet më parë, Deutsche Welle hapte seksionin e saj shqip. Pse një seksion në shqip dhe anishet asokohen në kompeticion për shembull me VOA-n apo BBC-n? Zum ersten Teil Ihrer Frage. Deutschland Gjermania ka një histori të vetën dhe kjo pjesë e historisë pati një pikë prerëse në vitin 1990. Që prej kësaj periudhe, Gjermania ka marrë një rol tjetër në politikën e jashtme, në politikën ekonomike dhe politika të tjera. Nga ana tjetër, në këto vite ka pasur zhvillime edhe vetë në Shqipëri. Përpara, Shqipëria ka qenë në sytë e Gjermanisë një vend i mbyllur. Për pjesën e dytë të pyetjes suaj, ne nuk e kuptojmë rolin tonë si një rol në kuadër të konkurrencës, as me BBC-n, as me Zërin e Amerikës dhe as me Radio France International. Ne jemi partner në një sistem shoqëror të përfytyrimeve të njëjta për vlerat. Dhe një gjë të fundit, në qoftë se më lejoni të hedh një vështrim jo në 50 vitet e fundit, por në 500 vitet e fundit, ka më tepër ura kulturore historike të përbashkëta mes Gjermanisë dhe Shqipërisë se sa mund të kujtohet. Kjo shpjegon edhe premisën tonë të veçantë që ne zgjodhëm para 15 vjetëve. Cili është vështrimi që ju hidhni mbi zhvillimet shqiptare të cilat Deutsche Welle është përpjekur t'i pasqyrojë? Mit einem ganz persönlichen Eindruck beginnen. Më lejoni ta filloj me një përshtypje personale. Herën e fundit që kam qenë në Shqipëri ka qenë pikërisht përpara 15 vjetësh dhe e shikoj sot Shqipërinë dhe kam një imazh krejt tjetër nga ç'kisha. Kuptohet që sot Shqipëria është një vend i ndryshuar, shikon një shoqëri të gjallë, njerëz me lëvizje. Megjithatë, duhet të them që akoma ka nevojë për zhvillime të tjera, për të kapur disa nivele të caktuara, kështu për sa i takon drejtësisë apo luftës kundër krimit të organizuar, ose edhe në drejtime të tjera. Kurse mediat janë zhvilluar, nuk janë ato të para 15 vjetëve. Është krijuar një situatë konkurrence dhe mediat janë profesionalizuar. Es hat eine große Professionalisierung der Medien stattgefunden. Ju sapo thata, mendoni se fuqizimi i mediave shqiptare ka sjellë një eklipsim të ndikimit direkt të Deutsche Welles në publikun shqiptar? Sicherlich. Das ist durchaus möglich. Sigurisht, kjo që thoni është krejtësisht e mundur. Megjithatë, Deutsche Welle i ofron ngjarjet nga një këndvështrim tjetër, që është mbi këndvështrimin lokal. Das gilt für die Deutsche Welle, wie für die BBC oder die Voice of America. Dëgjoni, një radio e huaj, qoftë Deutsche Welle, BBC, Zëri i Amerikës, CNN, Al Jazeera apo kanale të tjera, nuk janë asnjëherë një alternativë për mediat e brendshme në një vend. Është gjithmonë një plotësim për një grup të caktuar popullate, për ata që ne i quajmë elita informative. Janë këtu argumenta që tregojnë se Deutsche Welle ka ende një arsye për të ekzistuar dhe për të transmetuar në Shqipëri edhe për vitet në vijim. Me mbi 30 gjuhë, 1500 punonjës nga 60 vende të botës, Deutsche Welle është më shumë se një rjet, është një shkollë gazetarie. Zhvillimet kryesore në këtë edicion.